Përshëndetje, sot do t'i hedhim një sy diçkaje vërtet interesante, anëve të verbra të mendjes son. Këto janë ato shkurtoret mendore që, pa e kuptuar fare, mund të ndikojnë se sa të drejtë dhe objektiv jemi në të vërtet. Le ta nisim pikërisht me këtë pyetje pak provokuese, sepse le ta pranojmë, ajo shkon drejt në zemër të problemit. Mendja jon, në përpjekjen e saj për të qenë sa më e shpejtë dhe efikase, ndonjëherë na çon në rrugë krejt të gabuar, sidomos kur në lojë është drejtësia. Dhe pikërisht këto shkurtime njihen si anëshmëri njohëse. Është e rëndësishme ta kuptojmë. Kjo nuk do thotë se truri ynë është dembel, as pak. Thjesht kështu funksionon. Por të kuptuarit e tyre është hapi i parë për të mos u bërë pre e tyre. Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot. Ja pra, si do të ecim? Do të nisim me një lloj testi të drejtësisë për ta kuptuar sfidën. Më pas, do të shtytemi tek anëshmëritë që lidhen me kohën dhe kujtesën, pastaj tek ato që prekin mënyrën se si gjykojmë të tjerët dhe veten tonë. Do të analizojmë një anëshmëri vërtet e rrezikshme, atë të rezultateve, dhe në fund do të shohim se si mund të ndërtojmë një objektivitet më të fortë. Mirë, jemi gati? Le t'i futemi menjëherë seksionit të parë. Këtu do të përqendrohemi në dy anëshmëri teje të fuqishme që lidhen me mënyrën se si truri ynë e proponon informacionin dhe si e nxjerr atë nga kujtesa. Bëuni gati sepse realiteti mund të shtrembërohet goxha. Kjo anëshmëri na bën të besojmë se ajo që sapo ka ndodhur është gjëja më e rëndësishme. Mendoni pak për lajmet e fundit që ju shfaqen në telefon. Ato ndihen kaq urgjente, kaq të gjalla, dhe shpesh u japim një peshë të pamerituar në gjykimin ton, duke lënë krejtësisht pasdore kontekstin e gjerë. Ky është një shembull klasik. Imagjinoni një menaxher që po bën vlerësimin vjetor të një punonjësi. Ai mund të fiksohet plotësisht te një gabim i vogël që ndodhi javën e kaluar, duke anashkaluar 11 muaj punë të shkëlqyer. Informacioni i vjetër, edhe pse thelbësor, zbehet përballë dramës së momentit. Pra, si e luftojmë këtë gjë? Po, zgjidhja qëndron te një proces i strukturuar. Hapi i parë, krijimi një linje kohore të plot na detyron të shohim të gjithë tablon, jo vetëm kapitullin e fundit. Hapi i dytë, kur krahasojmë dëshmitë e reja me dokumentet vjetra, si e-mailet për shembull, kjo na mban të ankoruar në fakte, jo në përshtypje të freskëta. Dhe hapi i tretë, ndoshta më i rëndësishmi, çdo provë duhet të jepet pesha që meriton bazuar në rëndësinë e saj, jo në datën kur u shfaq. Tani, anëshmëria tjetër e lidhur me kujtesën vepron pak më ndryshe, por është po aq mashtruese. Ktu nuk ka të bëjë me kur e morëm informacionin, por me sa lehtë na vjen në mendje. Ngjarje dramatike të gjalla ose ato që i gjojmë vazhdimisht, ato mbeten në krye të mendjes son dhe na e shtrembërojnë perceptimin për atë që është e mundshme apo e zakonshme. Kjo fjali është një flamur i kuq gjigant. Kur dikush dëgjon detaje që i kujtojnë një përvojë të mëparshme, sidomos një negative, ekziston rreziku që të mbivendos modelin e vjetër mbi situatën e re dhe kështu humbet plotësisht faktet unike të asaj që po ndodh tani. Edhe një herë, zgjidhja është disiplina mendore. Hapi i parë, çdo rast duhet trajtuar si diçka krejt e re. Pretendimet duhet të verifikohen vetëm me provat konkrete të këtij rasti, jo me fantazmat e rasteve të kaluara. Hapi i dytë, duke kërkuar që çdo përfundim të mbështetet nga fakte specifike, e detyrojmë mendjen të qëndrojë në të tashmen dhe të mos bëjë kërcime logjike. Dhe hapi i tretë, trajnimi i vazhdueshëm na ndihmon të jemi gjithmonë të vetëdijshëm për këto kurthe mendore. Tani, le t'i qartësojmë gjërat. Ky slide e tregon ndryshimin thelbësor mes tyre. Anëshmëria e risisë ka të bëjë me kohën, e reja kundër së vjetrës, ndërsa heuristika e disponueshmërisë ka të bëjë me gjallërinë mendore, sa lehtë na kujtohet diçka. Të dyja shtrembërojnë realitetin, por e bëjnë në mënyra krejt të ndryshme. Mirë, i lam pas anëshmëritë e kohës dhe kujtesës. Tani do të prekim diçka pak më personale. Ato që lidhen me mënyrën se si i perceptojmë të tjerët dhe, edhe veten tonë. Këtu, instinktet tona shoqërore dhe besimi i tepruar mund të bëhen pengesat më të mëdha për drejtësinë. Ky është një instinkt thellësisht i rrënjosur tek ne kundër atyre. Ne natyrshëm u besojmë dhe i favorizojmë njerëzit që i shohim si pjesë të fisit ton, qoftë ai profesional, social apo kulturor, dhe kjo mund të jetë jashtëzakonisht e rrezikshme kur kërkohet objektivitet absolut. Dhe kjo anëshmëri shfaqet në mënyra shumë delikate, shpesh pa e vënë re fare.
Për shembull, mund t'i japi më shumë besueshmëri një kolegu nga departamenti ynë sesa dikujt nga një departament tjetër. Ose, në një debat, mund t'i dëgjojmë më me vëmendje argumentet e një menaxheri sesa të një punonjësi. Ky favorizimi i heshtur e minon tërësisht procesin e një gjykimi të drejtë. E po, kjo është anshmëria e egos. E dini? Ai zëri vogël në kokë që na përshpërit se jemi pak më të mirë se mesatarja në gjëra si zbulimi i gënjeshtrave apo leximi i njerëzve. Problemi është se ne i bezojmë këtij zëri shumë më tepër se sa duhet. Ky është shembullim më i fuqishëm. Për dekada me radh, studimet na kanë treguar se shumica e njerëzve, madje edhe profesionistët, nuk janë më të mirë se hedhja një monedhe për të zbuluar gënjeshtrat. Të mendosh ndryshe është një gabim kritik, që mund të çojë në përfundime katastrofike, të gjitha të bazuara në një besim të rem. Përsëri, procesi na shpëton nga vetja jon, jasi, hapi i parë, rishikimi i verbër, ku hiqen emrat, titujt dhe çdo informacion tjetër, kjo na detyron të fokusohemi vetëm te faktet. Hapi i dytë, përdorimi i rubrikave standarde siguron që të gjithë, pavarësisht pozitës, të vlerësohen sipas të njëjtit standard objektiv. Dhe hapi i tretë, prania e një rishikuesi të dytë shërben si një kontroll i fuqishëm kundra egos dhe pikave të verbra që të gjithë i kemi. Tani, le të flasim për anshmërinë e fundit, e cila ka të bëjë me mënyrën se si ne gjykojmë një vendim pasi e dim se si përfundoi gjithçka. Kjo është një nga më të vështirat për t'u shmangur. Në thelb, kjo është si të gjykosh një ndeshje pasi e di rezultatin. Nëse rezultati ishte i keq, ne automatikisht mendojmë se vendimi ishte i keq. Nëse rezultati ishte i mirë, themi se ishte një vendim genial. Kjo injoron plotësisht rolin e fatit dhe faktin që një proces i menduar mirë mund të çojë në një rezultat të keq, dhe anasjelltas. Këto skenare janë jashtëzakonisht të zakonshëm. Për shembull, një sjellje e rrezikshme që për fat të mirë nuk shkaktoi dëm, shpesh anashkalohet. Kjo është si të shohësh dikë që kalon me semafor të kuq pa shkaktuar aksident dhe të thuash nuk ka problem. Kjo anshmëri na pengon të mësojmë dhe na bën të përqendrohemi vetëm te dëmi, duke lënë derën hapur për një katastrofë në të ardhmen. Pra, çfarë mësuam nga e gjithë kjo? Kemi parë se si mendjet tona mund të na tradhtojnë përmes anshmërive që lidhen me kohën, kujtesën, njerëzit dhe rezultatet. Por lajmi i mirë është se ndërgjegjësimi është një armë jashtëzakonisht e fuqishme. Kjo tabel i përmbledh në mënyrë perfekte gjithçka që diskutuam. A e vini re modelin e përbashkët? Secila prej këtyre anshmërive zëvendëson gjykimin e mundimshëm dhe të bazuar në fakte me një përgjigje të lehtë, intuitive. Nga fokusit e reja, te e paharueshmja, te grupi ynë, të gjitha këto janë pengesa të fshehura në rrugën tonë drejt drejtësisë. Dhe ky është mesazhi thelbësor që duhet të marrim me vete. Të kesh qëllime të mira nuk mjafton për të qenë objektiv. Drejtësia nuk është thjesht një ndjenja, po një qëllim. Ajo është një disiplinë. Dhe kjo kërkon një proces të fortë dhe rigoroz që na mbron nga instinktet tona, të cilat i kemi të gjithë. Dhe kështu analiza jonë përfundon me një pyetje për secilin prej nesh. Njohuria është fuqi, vetëm kur përdoret. Tani që i njihni këto modele, hapi tjetër është i vini re ato në mendimet e përditshme. Cilin do të sfidoni së pari? Përgjigjja e kësaj pyetjeje është fillimi i zgjedhjeve më të drejta dhe më të informuara.